Procedohen penalisht në Lushnjë, Motor dhe Vëllas e kërcënuan një avokat. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AN, 36 vjeçe dhe NB, 29 vjeç, Motor e Vëlla, banues në fshatin Çerm e Sipërme, pasi kanë kanosur për shkak të detyrës shtetasin KI, avokat, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor të DVP Fier arrestuan shtetasin R, 51 vjeç, banues në fshatin Fier Shegan Lushnjë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit FT, 38 vjeç, banues në Fier, pasi ka dëmtuar një automjet që e kishte marrë me qira dhe nuk ka shlyer detyrimet për dëmin e shkaktuar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AD, 26 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një farmaci, dhe XH, 56 vjeç, banues në Fier, pasi ka kallëzuar vjerra e tij se ai nuk liron një ambient që i kishte marrë me qira asaj dhe pse ka përfunduar kontrata. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.